Bismillahirrahmanirrahim. A ke pa që shkon shejtani të njerëve edhe të mëkatari, edhe i thot, pse po falesh ti? A nuk e di që ti je munafik? Zoti ty nuk ta pranon namazin. Ti është marrë mu fal, ti s'duhet mu fal. Edhe njeri mundet me i lind dyshimet a me thonë për me munafik se unë po bëj gjënohe, ta lo namazin. Çka i themi ne këtij njerit? Ti nuk je munafik. Ti derën kryesore e cila është lidhja jote mes teje dhe Allahut, edhe pse je mëkatar, është namazi. Prandaj e pshet sa interesant është shejtani nuk vjen me të thonë ty ti po falesh namaz, pse s'pilen gjënohet? Po të thot ty ti po bën gjënohet, pse po fal namazin, le dhe namazin se ti je munafik. Dhe më thonë nuk ta thot kundërtën, lej mëkatet, sa është shejtan. E di se lidhja ma fort mes te dhe Allahut është namazi. Allahu i lartësuar nuk e ka bën namazin bërgj vetëm për njerëzit që janë pa gjënoa si me lache, se s'ka njerëz të tillë. E ka bën namazin bërgj për njerëz si unë dhe ti që jemi mëkatar. Pra namazi falet edhe për ta kryer obligimin, për ta dëgjuar dhe respektuar Zotin, për ta adhuruar Zotin, edhe për të afruar me ta dhe për t'i fshinj gjunahet. Nuk është namazi vetëm për ata që janë me lache, që s'kan fare gjunahe. A ka njeri në botë që s'ka gjunahe? Zatë namazi prej shkaqeve të thjeshtë me u falë që me t'u fshinj gjunahet. Allahu ka thënë Kur'an dhe faleni namazin në 2 skajet e ditës, sepse veprat e mira i fshin të këqijat. Pra nuk ka thonë falni veç ju që s'kini gjunahe. Qëllimisht e ka përmend Zoti se është i gjithdijshëm. Ka përmend veprat e mira i fshin të këqijat, dhe më thonë ju që falni namaz, dini që nëse keni gjunahe, përmes namazit Allahu ja fal. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, si do t'jetë puna, si do t'ishte puna me atë personi cili e ka një lum afër shtëpisë tij dhe shkon 5 herë në ditë lahet, a do t'i mbetej nga papastërtia diçka? I thanë jo, ja Rasulullah, asgjë. Kështu thashtë edhe çështja e namazit. Ai i cili falet nuk i mbetet nga pastërtia e tij asgjë. E kuptoni të dashur vëllezër të nderuara motra? Sa vjen shejtani me thonë le namazin, se ti e gjunaçar, ti e munafik, masi po falesh. Kur mos leja që me ambyll këtë lidhje vetës tane që e ke me Zotin. Lidhja ma fort është namazi. Mos prano kur me hongër këtë fore të shejtanit. Sa do që bën mëkate, edhe nëse janë mëkate tua deri në qiell, mos e le namazin. Mos e le lidhjen më të fort, mas monoteizmit me Zotin tanë. Kujdes, Allahu të rujtë.